si e identifikojmë veten dhe si të dalim, si ta kuptojmë se kush jemi në të vërtetë. Atëherë, po marr shembullin, kam këtë globin e vogël, çfarë bën mendja? Mundohet të paketoj atë që është shpirti, që është infinit, nëpërmjet mendimeve negative, nëpërmjet pritshmërive, nëpërmjet bindjeve kufizuese që ju i keni dhe nëpërmjet roleve edhe besimeve të ndryshme. Përse ne gjendemi në ankth dhe në depresion? Sepse mendja mundohet të paketoj infinitin, po a mund të paketohet infiniti? Jo. Prandaj krijohet ai ankthi që është fërkimi midis shpirtit që përpiqet të ngrej lart dhe egos që përpiqet të të mbajë në zonën e rehatisë, në zonën e njohur. Punoni me bindjet tuaja, merrni kontrollin mbi mendimet tuaja, mbi emocionet tuaja. Mos e identifikoni veten me sfidat e vështira, mos e identifikoni veten me pritshmëritë. Largojeni të gjitha këto dhe kuptoni se ju jeni kjo drita e bukur këtu. Ju jeni mrekulli e pafundme.